Xhamia, kështjella e fortifikuar e përpjekjes, pra e xhihadit. Imam Khomeini, Zoti qoftë i kënaqur me të, thotë kështu: Mihrabi është vendi i luftës, është qartësues i përballjes dhe i luftës kundër djajve dhe kundër tiranëve. Në këtë shprehje të tij, Imami i nderuar, Zoti qoftë i kënaqur me të, sqaron dhe hedh dritë mbi dy dimensione shumë të rëndësishme të luftës. I pari është luftra kundër nefsit, pra kundër egos, epshit. Dimensioni i dytë është lufta kundër diktatorëve dhe kundër tiranëve të kësaj bote. Xhihadin, pra përpjekja kundër tiranëve dhe diktatorëve, do ta trajtojmë në vijim. Për momentin do të ndalemi te xhihadi, pra përpjekja që bëhet kundër vetes, kundër egos, kundër epshit. Fakti që numri i transmetimeve që flasin për llojet e xhihadit është shumë i madh, tregon se ky lloj xhihadi dhe ky lloj përpjekje është më e rëndësishmja. Për këtë arsye, ai përmendet në transmetimet e ndryshme si xhihadi më i madh ose përpjekja më e madhe. Vërtet, kjo është lufta më e madhe, kjo është betejë më e përgjakshme dhe më e vështirë, ndikimet e të cilës reflektojnë drejt për drejt në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. Kjo është një luftë që zhvillohet kundër të gjithë djajve të mbledhur bashkë, kundër të gjithë energjive dhe fuqive të errta, si dhe kundër epsheve dhe joshjeve të pafundme të kësaj bote, mashtruese dhe kalimtare. Çdo luftë ka taktikat e saj, ka bazat e saj, sikurse ka edhe frontin, hendeqjet dhe vendstrehimet e saj. Ajo që duhet të ngulisim thellë mendjeve tona, ne si besimtar, është fakti se xhamia është fronti, vendstrehimi dhe hendeku ynë në këtë luftë të madhe. Në këto kushte, të braktisësh xhamin do të thotë të ekspozosh veten tërësisht i zhveshur dhe i zbuluar përballë shigjetave të armiqve dhe veglave të tyre. Kjo, për ata që kanë dëshirë të pranojnë dhe për ata që nuk kanë dëshirë ta pranojnë, do të thotë të ekspozosh veten ndaj vrasjes, ndaj shkatrimit dhe ndaj eliminimit fizik. Kjo do të thotë për të gjithë ata që e njohin artin e luftës, një dorëzim pa kushte dhe një humbje e plot e luftës. Xhamia është siguria më e madhe, madje e vetmja që na ndihmon ne të fitojmë këtë luftë të madhe dhe të një saktësie të lartë. Ky është një dimension shumë i rëndësishëm, të cilën e gjejmë të pranishëm edhe te transmetimet që na vijnë nga prirësi i besimtarëve. Imam Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi të, në njërin prej këtyre transmetimeve, ai thotë: "Të gjithë ata besimtarë që e frekuentojnë vazhdimisht xhamin, do të përfitojnë minimalisht këto mirësi të mëdha. Një vëlla besimtar që e duan për hatër të Zotit, dijen e marr në mënyrë të pandërprerë, mesimet e një ajeti kuranor, mëshirën e shumë pritur të Allahut, një fjalë të mirë që e ndalon nga e keqja, heqja dorë prej një gjunahu, ose prej frikës prej Allahut, ose prej turpit prej tij." Në një tjetër transmetim nga i dërguari i Allahut, paqja e bekati i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij të nderuar, citohet: "Më e pakta që mund të përfitojë një besimtar prej frekuentimit të shpeshtë të xhamisë është një prej tre mirësive të mëdha, një lutje e sinqertë drejtuar Allahut të Madhërisëm, që bëhet shkak për ta futur atë në xhennet. Një lutje e sinqertë drejtuar Allahut të Madhëruar, që bëhet shkak që ai të largojë prej tij një fatkeqësi të madhe. Një vëlla musliman që e do vetëm për hir të Allahut." Xhamia është një institucion shumë i rëndësishëm që ndikon në formimin e një personaliteti të denjë për besimtari, i cili mban mbi shpatullat e tij shqetësimin e fesë së Zotit dhe mesazhin e saj. Xhamia është institucion edukativ më i rëndësishëm i shpirtit, i mendjes dhe i zemrës, që e ndihmon njeriu të përballet me vështirësitë e kësaj bote dhe me joshjet e saj mashtruese. Pyetja që lind pasi përballemi me transmetimin dhe me kuptimin e sipërpërmendur është: a janë këto fjalë tregues se ndikimet e rolit të xhamisë janë të përqendruara vetëm te dimensioni individual, apo roli i xhamisë është shumë më i gjerë dhe shumë më gjithëpërfshirës se kaq? Nuk ka dyshim se roli i xhamisë është shumë më i gjerë se ndikimet e saj në rrafshin individual.